Avatari I njohur si diella I reklamuar si ministra e parë në botë e gjeneruar nga inteligjenca artificiale supozohet të ndihmonte në uljen e korrupsionit endemik në Shqipëri. Por ka një problem. Drejtuesit e agjencisë që e ndërtoi atë akuzohen për manipulim të ofertave në kontratat publike. E veshur me veshje tradicionale dhe një buzëqeshje enigmatike, diella është bërë fytyra e përpjekjeve të kryeministrit Edi Rama për të frenuar korrupsionin, ndërsa Shqipëria kërkon të antarësohet në BE. Gjatë vitit kaluar, diella ka folur në konferenca ndërkombëtare dhe është mbuluar me publicitet si një simbol I mënyrës se si inteligjenca artificiale po integrohet në shtyllat e shoqërisë në të gjithë botën përfshirë qeverinë. Madje deklaroi se ndihej e lënduar kur ju drejtua Parlamentit të Shqipërisë vjeshtën e kaluar për shkak të kritikave se përpjekjet e saj për të identifikuar mashtrimet dhe abuzimet në kontraktim ishin jo kushtetuese pasi nuk ishte qenie njerëzore. Nuk kam ambicia apo interesa personale, u tha diella e modeluar sipas një aktoreje vendase ligjvënësve në një video mesazh me një sfond të dekoruar nga flamujt e Shqipërisë dhe të Bashkimit Evropian. Kam vetëm të dhëna njohuri dhe algoritme të dedikuara për t'i shërbyer qytetarëve në mënyrë të paanshme me transparencë dhe pa u lodhur kurrë, tha ajo. Në praktik, diella I ndihmon qytetarët të aplikojnë për shërbime qeveritare në internet, duke eliminuar një sistem të vendosur prej kohësh të rrëshfetit të zyrtarëve për dorëzim të shpejtë të dokumenteve dhe caktim takimesh. Së shpejti ajo do të jetë në gjendje të mbledh aplikimet për kontrata qeveritare për të vlerësuar se cili ofertues është më I kualifikuar, bazuar në të dhënat e paraqitura. Puna e saj mund të auditohet. Ndërmarrja e hapave për të ulur korrupsionin është një kërkesë për pranimin e Shqipërisë në BE. Ne jemi një vend ku shërinj, nuk është e lehtë të kesh ndërveprime krejtësisht të drejta dhe transparente në një vend ku shërinj, tha ai në një intervistë në fillim të këtij muaji. Me reformat që ka kryesuar që nga marrja e detyrës në vitin 2013, tha zoti Rama, tani kemi një pamje krejtësisht të ndryshme. Zoti Rama tha se do të largohej nga posti publik sapo Shqipëria të antarësohet zyrtarisht në BE. Kjo mund të ndodhë që në vitin 2030, nëse negociatat vazhdojnë me ritmin e tyre aktual. Megjithëse ai vuri në dukje se ka 3 gjëra që janë përtej aftësisë njerëzore për të planifikuar: zoti, seksi dhe Bashkimi Evropian. Një raport I nëntorit nga zyrtarët e BE-s tha se Shqipëria kishte treguar një far progresi, por se korrupsioni mbeti I përhapur në sektorët e cënueshëm. Ai atribuoi një njësie të posaçme të prokurorisë të ngritur në vitin 2019 për parimin e rezultateve pozitive në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Kjo përfshin një hetim në Agjencinë Kombëtare të Informacionit, pikërisht organizatën qeveritare që krijoi diellën. Muajin e kaluar prokurorët e SPAK-ut njoftuan se kishin vënë drejtoreshën e agjencisë dhe zëvendësin e saj në arrest shtëpiak, duke I lidhur ata me një organizatë kriminale të akuzuar për manipulim të aplikimeve për kontrata përmes friksimit. Agjencia operon infrastrukturën digjitale të qeverisë duke ushtruar kontroll mbi një gamë të gjerë sistemesh publike online përfshirë diellën. 2 zyrtarët ende nuk janë akuzuar zyrtarisht për ndonjë krim dhe zoti Rama tha se do të përmbahen nga gjykimi. Duhet presim dhe të shohim, tha ai. Njësia speciale e hetimit ka zgjeruar në mënyrë dramatike goditjen kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke përfshirë hetime të profilit të lartë për korrupsion. Kjo ka krijuar një lloj enigme për zotin Rama, megjithëse ai është shmangur nga skandalet. Ndërsa shprehu krenari për punën e njësisë së prokurorisë për të frenuar korrupsionin, ai tha gjithashtu se hetimet në vitet e fundit kishin kontribuar në rritjen e normave të paraburgimit në Shqipëri, të cilat janë ndër më të lartat në Europë. Ne duhet të bëjmë gjithçka për të mbështetur këtë institucion, tha zoti Rama, duke shtuar në të njëjtën kohë. Duhet jemi të vetëdijshëm se ky institucion duhet garantojë jo vetëm që vepron në mënyrë të pavarur, por edhe që vepron profesionalisht. Zyrtarët në njësinë e hetimit special nuk pranuan të komentojnë, por statistikat e saj treguan se rastet e korrupsionit publik nuk janë një komponent I rëndësishëm I paraburgimeve. Raporti vjetor I hetimeve për vitin 2024, të dhënat më të fundit në dispozicion sugjeruan se rastet e korrupsionit përbënin vetëm rreth 14 nga gati 2800 personat që u paraburgosën atë vit. Rasti kundër zonjës Balluku për keqpërdorim të fondeve shtetërore në projekte të mëdha infrastrukturore është bërë një dhimbje koke e veçantë politike për zotin Rama, I cili po përballet me kërkesa që asaj të hiqet imuniteti që I jepet si antare e parlamentit, në mënyrë që akuzat kundër saj të mund të vazhdojnë. Ajo ka mohuar shkeljet. Zoti Rama nuk pranoi të komentonte kur u pyet nëse mbështeste heqjen e imunitetit të saj, as nuk pranoi të diskutonte kundërshtimin politik që është rritur me akuzat në rritje për korrupsion që muajin e kaluar nxitën protestuesit armatosur me bomba shpërthyese të bënin thirrje qeverisë së tij të jepte dorëheqjen. Andy Hoxha, një ekspert I ligjit dhe Ballkanit Perëndimor në King's College London, tha se diella është mënyra se si zoti Rama mund t'i thotë botës dhe BE-s se unë e kuptoj që ju jeni shqetësuar nga korrupsioni dhe do të përpiqem të adresoj atë. Një analist të dhjetorit, ekspertët në Këshillin Gjerman për marrëdhëniet me jashtë thanë se ministri I inteligjencës artificiale kishte rritur efikasitetin dhe panshmërinë e vendimeve të prokurimit publik të marra nga qeveria, por në përgjithësi ata arritën në përfundimin se rekordi I Shqipërisë në përmbushjen e standardeve të BE-s për luftimin e korrupsionit, veçanërisht në dhënien e kontratave të ndërtimit dhe turizmit, mbetet problematik. Fakti që zhvilluesit e diellas janë akuzuar vetë për korrupsion ka ngritur pyetje nëse një ministër I krijuar nga inteligjenca artificiale mund të programohet për ta anashkaluar prova të saktuara të korrupsionit ose për të furnizuar me të dhëna të pabesueshme për ta zbuluar atë. Dr. Hoxha tha se vetëm koha do ta tregojë, por
uri në dukje se qeveria nuk ishte përpjekur të ndërhynte në hetimin ndaj agjencisë që drejton diellën. E kuptoi skepticizmin, ka shumë dyshime, por fakti që u zbulua jo u fshe, tregon se ata po e pranojnë se korrupsioni është një problem dhe duhet parandalohet në të ardhmen, tha ai. Kështu thot se e sheh edhe zoti Rama. Vendi po përpiqet të luftojë korrupsionin me të gjitha tmetat, me të gjitha problemet, me të gjitha mangësitë, me të gjitha dëmet. Pra kjo është mirë.